Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do t'ju tregoj një kek shumë të shëndetshëm me banane dhe tërshër, shumë i lehtë për t'u bërë dhe super i shijshëm. Fillimisht kam marrë tërshërën dhe e kam bluar në grirëse, derisa është bërë si një miell i trash. Kjo e bën kekun më të butë dhe më të mirë në teksturë. Pastaj e hedhim tërshërën e grirë në një henë dhe tek kjo hena do të shtojmë qumshtin dhe do e prisim atë pak nga pak. Do ta lëm të pushoj disa minuta që të zbutet akoma dhe më mirë. Më pas shtojmë vezët, do të shtojmë kakaon dhe bananet. Hedhim dhe sheqer sipas dëshirës dhe pak pluhur pjekës. Tani i përzim të gjitha mirë derisa masa të bëhet e njëtrajtshme. Unë po përdor dhe blender për ta bërë atë sa më kremoze. Në fund shtojmë dhe copëza çokolade për më shumë shije. Pasi formën për pjekje e kemi lyer me gjalp, do të hedhim masën që ne kemi përgatitur. Këtu shtova dhe pak ara, por kjo është sipas dëshirës. Mund të hidhni ose bajame ose diçka tjetër, fruta të thata. Këtë do ta fusim në një furrë të parangrohur në 180 gradë dhe do ta pjekim për rreth 40 deri në 45 minuta. Kur del nga fura, e lëm të ftohet pak. Sipër hedhim mjalt për ta bërë edhe më të ëmbël edhe më të shijshëm. Dhe ja ku është keku ynë gati, i shëndetshëm me banane dhe tërshër. Nëse ju pëlqeu video, mos harroni të abonoheni dhe të lini një like. Shihemi në videon tjetër. Faleminderit!